Altin Dumani, në një intervistë për emisioni Trialog me Alba Alishanin, foli për disa nga çështjet më të ndjeshme që po heton prokuroria e posaçme. Ai tha se dosja McGonigal ndodhet ende në fazën e hetimit paraprak dhe se janë në pritje të disa letër porosive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo dosje është në fazë hetimi paraprak dhe ajo dosje ka filluar kryesisht nga prokuroria, pastaj është bashkuar edhe denoncimi i deputetit të opozitës. Jemi në pritje të disa letër porosive nga SBA. Nuk kemi asnjë kompleks për asnjë çështje, por presim provat. Nuk ndihemi në presion nga dosja McGonigal, por ka vështirësitë e veta dhe kemi edhe periudha pritje. Sa i përket pyetjes nëse kryeministri Edi Rama mund të hetohet, Dumani ishte i prerë se për prokurorët e SPAK nuk ka askënd të paprekshëm. Për mua dhe prokurorët e posaçme nuk ka presion të paprekshëm. Në rast se ka prova për kryerjen e një krimi, ushtrohet ndjekje penale edhe ndaj kryeministrit, edhe ndaj kujdo qoftë. Në rast se ka prova, nuk ka asnjë pengesë apo ndalim ligjor që të mos ushtrojmë ndjekjen penale ndaj kryeministrit, vetëm nëse ka prova për kryerjen e një vepre penale. Dumani foli gjithashtu për rrjedhjen e sekreteve hetimore në media, duke sqaruar se shpesh informacione dalin pas komunikimit të akuzave ndaj personave nën hetim. Ne bëjmë verifikimet tona në rastet kur ato që quhen sekreta hetimore publikohen në media. Nga verifikimet shpesh na rezulton se kur një media merr dieni për përmbajtjen e hetimeve, është momenti kur u komunikojnë personave nën hetim, të pandehurve ose mbrojtësve. Nuk e përjashtoj që ka pasur rrjedhje në SPAK, por janë të minimizuara. Në fund, Altin Dumani rikonfirmoi se nuk do të rikandidojë dhe se nuk do të jetë më pjesë e prokurorisë së posaçme pas përfundimit të mandatit të tij.